Sa vini në War Report, do t'jemi në një transmetim të drejt për cellë të kjo zhvillimet më të fundit sa i përket luftës në Europën lindore mes Ukrainës dhe Rusisë, në atë që pritet të jetë një ditë vendimtare sa i përket përpjekjeve të paqes të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu bazuar edhe në kërkesat e Europës. Prej më shumë se 3 orësh në zyrën e Kremlinit po krye një bisedim dhe po paraqesin planin për paqen sa i përket luftës në Europën lindore, delegacioni amerikan i cili është takuar me Vladimir Putin, presidentin e Rusisë. Steve Witkoff, i dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili u mandatuar në këtë mandat për lindjen e mesme, po ndihmon tashmë edhe në zgjidhjen e konfliktit në Europën lindore, i shoqëruar nga dhëndri Donald Trump, Jared Kushner, një figurë e njohur e administratës parë Donald Trump, e që u rikthye në vëmendje sigurisht me zgjidhjen e konfliktit në lindjen e mesme. Takimi vjen pas një plani i cili ishte me 28 pika i propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por pas bisedimeve të Gjenevës që u mbajtën me praninë europiane dhe pas bisedimeve që mbajti delegacioni Ukrainës me atë amerikan në Florida, ka një ndryshim të këtij plani sipas asaj që njoftoi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky me reduktimin e tij në 20 pika, ku kreu i shtetit Ukrainës tha se ka ende çështje të ndjeshme të cilat duhen trajtuar. Përtej dyshës amerikane përballë tyre janë ulur Yuri Ushakov, i cili ka qenë këshilltari Putin për politikën e jashtme që nga viti 2012, ndërkohë që nga viti 1998 deri në vitin 2008 ai shërbeu si ambasador i Rusisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ushakov ka shërbyer gjithashtu si zëvendës shef i shtabit të qeverisë ruse nga viti 2008 deri në vitin 2012. Ndërkohë Kirill Dmitriev ka qenë një pjesë integrale e nismave diplomatike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, një person i diplomuar në Harvard, i cili u shpall në ngrata nga Shtetet e Bashkuara, një titull i cili u hoq më vonë për të pasur mundësinë që të merrte pjesë në mënyrë të drejtë në negociatat që u mbajtën në Washington, pasi ai ka qenë i dërguar i Vladimir Putin në Florida për hartimin e të gjithë planit, i cili ishte plani bazë me 28 pika. Ndërkohë, thash pak më parë edhe dyshën amerikane, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, prej më shumë se 3 orësh ndodhen në këtë takim me kreun e Kremlinit, nuk ka asnjë përditësim të drejtë për drejtë, megjithatë Vladimir Putin hodhi shashkën e tij, apo më saktë një paralajmërim të fortë për Europën, duke thënë se nëse lufta mes Rusisë dhe Ukrainës nuk do të përfundojë tani, atëherë do të vinë ndoshta koha që Europa do të kërkojë luftë me Rusinë dhe për këtë arsye Moska nuk do të ndalet në kundërsulmin ndaj tyre. Vladimir Putin tha se çështja e Ukrainës është e kopsitur mirë duke e paralelizuar atë me një kirurgji të saktë që Rusia po kryen pikërisht në frontin e betejës në marrjen e territoreve të reja, ndërkohë që tha se nëse do të hyjmë në një luftë mes Rusisë dhe Europës, nuk do të ketë më se kush do të negociojë këtë konflikt, i cili me shumë gjaz do të jetë lufta e tretë botërore, sipas asaj që paralajmëroi presidenti rus. Nga ana tjetër, Moska ka vijuar avancimin në frontin e betejës në Pokrovsk, është ngritur flamuri i Rusisë, sipas asaj që ka deklaruar Ministria e Mbrojtjes në Moskë, janë këto pamjet e publikuara nga televizioni shtetëror që tregojnë të gjithë ushtarët pikërisht të cilët kanë ngritur në qendër të Pokrovskut flamurin e Rusisë. Këto pamje janë komentuar gjithashtu edhe nga Ukraina, e cila thotë se mban ende kontrollin e Pokrovsk në zonën veriore të tij dhe se rusët nuk kanë arritur që të marrin 100% qytetin, ku luftimet intensive përgjatë muajit të fundit kanë sjellë përparim të rëndësishëm për Moskën, edhe sipas raportimit të Institutit për Studimet e Luftës. Janë këto pamjet me dronë të cilat tregojnë shkatrimin masiv në qytet, por kush është rëndësia e Pokrovsk, për cilën kemi diskutuar shpeshherë, i konsideruar si hapja e portave të ferrit për Ukrainën. Pokrovsk është qyteti më strategjik në rajonin e Donetskut, pasi deri tani në 3 vite luftë, në gati 4 vite konflikt më saktë, në këtë rajon janë derdhur të gjitha ndihmat ushtarake perëndimore për të përhapur më pas në të gjithë vijën e frontit. Me marrjen e Pokrovsk për Rusinë, sfida më e madhe do të ishin 2 qytete të tjera, Kramatorsk dhe Sloviansk, për shkak të terrenit të tyre malor dhe kodrinor. Nëse gjithçka shkon sipas planit, analistët ushtarak parashikojnë se nëse kjo luftë nuk ndalet përmes diplomacisë dhe Vladimir Putin vjon të luftojë në Donetsk, marrja e Kramatorsk dhe Sloviansk do të zgjaste 2 deri në 3 vite në skenarin më të keq për Moskën, por pas kësaj, ajo çfarë ndodh në aspektin strategjik në terren lidhet me një fushë të madhe ku sigurisht ushtria e Vladimir Putin do ta ketë më të lehtë
për parimin në frontin e betejës. Mbetemi tek marrëveshja që po i prezantohet Vladimir Putin, e cila nuk është bërë ende e njohur për mediat ndërkombëtare, nuk ka rrjedhur një kopje e saj, por kanë thënë fjalën e tyre Europa dhe gjithashtu edhe NATO. Mark Rutte, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veriut Atlantike, ka deklaruar se çështja e anëtarësimit të Ukrainës në NATO është një çështje e cila do të diskutohet vetëm pas planit me 20 pika, ku në fakt në planin amerikan thuaj qartë se Ukraina nuk mund të anëtarësohej në NATO dhe diçka e tillë do të kërkojë me ndryshime kushtetuese. Plani evropian parashikoi që Ukraina nuk mund të anëtarësohet në NATO, nuk ka nevojë që diçka e tillë të jetë në kushtetut, pasi nuk ka unanimitet brenda vendeve të Aleancës Veriut Atlantike. Do të mbetet shihet dhe të zbulohet se çfarë parashikon marrëveshja me 20 pika, e cila sipas mediave ndërkombëtare me shumë gjaz do të refuzohet nga Vladimir Putin. Ndërkohë, Rusia vion që të hedh akuza ndaj Europës dhe inteligjenca e tyre sa i përket aspektit ushtarak thotë së fundmi se Franca po përfshihet në mënyrë të drejtë për drejtë në luftën e Rusisë kundër Ukrainës, duke u bërë palë Kievit zyrtar për shkak se ekipe private ushtarake kanë ofruar ndihmën e tyre për Kievin, duke përfshirë këtu sipas tyre, sipas inteligjencës Moskës, edhe trupa ushtarak të cilët janë përfshirë në betejë. Sipas ministrisë jashtme ruse, ky është një paralajmërim i drejtë për Parisin zyrtar, e mbi të gjitha për Emmanuel Macron, se kjo luftë mund të përshkallëzohej nga momenti në moment. Ishte ky një briefing shumë i shkurtër i gjithë situatës që po ndodh me lajmet kryesore të ditës. Do të ndalim një analizë më të gjerë për të kuptuar kushtet e marrëveshjes paqes, deklaratën e Vladimir Putin, i cili paralajmëron me një luftë të drejtë për drejtë Europën, por mbi të gjitha çfarë do të ndodhë me Ukrainën. A është një luftë kjo që po e humbet Kievi apo e gjithë Europa? Menjëherë vetëm pas siglës. Mirëmbrëmje, në sot me mua në program bashkohet Geron Kamberi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Kamberi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit ftesë. Gjithashtu me mua sonte në program Xhavit Çala, profesor i asociuar, doktor i shkencave të sigurisë. Zoti Çala, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Një 24 orë shtet intensiv, një plan paqe në tryezën e Vladimir Putin dhe pritet nga momenti në moment marrim ndoshta edhe impresionin e parë. Si mendoni, pas kërkesave të bëra nga Europa, a do të jetë ky një plan i cili nuk do të pranohet nga Kremlini? Po ta shofësh, ka një moment që dy gjëra, në momentin që po përgatitej që Putin të priste delegacionin, dy gjëra u shpalosën. E para, pushtimi i Pokrovskit, gjë që nuk është e konfirmuar. Pra, kjo është një që këta të përfitonin në tavolinë e bisedimeve apo të shtonin presionin edhe ndaj amerikanëve në këtë rast, sepse ukrainasit nuk janë prezent, dhe dyta, sulmi ndaj Europës. Pra, retorika shumë e ashpër ndaj Europës. E para, duke qytur që bile shkoj deri aty sa që tha që nëse ata duan luftë, ne jemi gati që sot për luftë. Edhe kjo, ai në këtë rast deshte sfumoj pak planin, sepse ai informacionin e ka për planin 20 pikësh, për planin që është përgatitur. Pavarësisht se du të jetë paraqitur në rrugë tjera. Ai plan që ai do të priste, sepse nuk u lat për të negociuar aty ai plan. Dhe synimi ishte që domethënë të mos godiset direkt Ukrainën, po ta çunte fajtore Europën. Pra, plani europian, se po ta kemi parasysh edhe planin europian me 24 pika, ishte shumë i detajuar, ishte shumë koncis që mbronte integritetin e Ukrainës, por që pranonte edhe ndarjen e territor. Pra ishte një plan shumë i bikiv në këndvështrimin tim. Plani 24 pikësh i Europës nuk plotësonte të gjitha ato kërkesat e Putinit, por ata qëllimi strategjik ja realizonte. Cili është qëllimi strategjik? Që ai do të merrte ato territore që ka pretenduar. Dhe në faktikisht edhe ishte shumë e çuditshme që europian për herë të parë aty ishte pashkuar, domethënë ishte një shprehje, një nga ato pika thoshte që Ukraina nuk do të tentojë të marrë ushtarakisht ato territore për cilët ka sovranitet, por nuk i zotron. Në një farë mënyrë kjo është me fal territoret. Dorëzim. Pra indirekt edhe plani evropian e pranon. Kështu që në një farë mënyrë Europa e toleroi shumë edhe në këtë rastin e Putinit. Po Putin në këtë rast kërkon që të arrijë ato synimet e tij maksimaliste. Dihet teoritë e tyre të negocimit, ata nuk lëshojnë pe, kur i thonë ne shqiptarët nuk lëshojnë pe fare. Synimi i tyre tashmë është që në filozofinë e tyre të negocimit me modelin Gromikian, ata synojnë që jo vetëm ato që pretendojnë, po të përfitojnë edhe nga ato që
të cilët nuk ju takojnë dhe nëse sipas filozofisë së tyre, nëse arrinte sigurojnë 2/3 të tyre që nuk ju takon, vetëm atëherë mund të quhen të kënaqur. Dhe deri tashmë ata këtyre ju ka shku për shtat pak edhe situata në frontin e luftës që ata janë duke ecur. Nuk them që janë duke shkëlqyer në frontin e luftës, sepse ka një ide që ata po zmadhojnë shumë këtë fitoret. Po të hecin me këto ritme që janë sot që po hecin ata, duhet 2 deri në 3 vjet që ata të marrin ato territore për cilat këta i kanë përfshirë sipas kushtetutës ruse. Pra duhet 2 deri në 3 vjet. Kështu që nuk është se po shkëlqej në fushën e betejës, domethënë edhe nuk di se sa është kostoja. Sa është kostoja për këto territore, sepse në fund fare ne pam Pokrovskin ju treguat që nuk del se është marrë përfundimisht, asnjë agjenci nuk e konfirmon. Burimet e pavarura nuk e konfirmojnë. Pra gjithçka lidh me strategjinë e Putinit për takimin e sotëm. Dhe një Pokrovs i ndodhen në ato kushte, nuk i hyn punë as Putinit dhe as Zelenskit. Pra nuk ka Rusia, Ukraina të sakrifikojë jetën e qindra mijëra ushtarëve, por ashtu si ka shku gjendja aty, pavarësisht rëndësisë strategjike që ka Pokrovski për si vend bazim apo si vend furnizimi për ushtrinë ukrainase. Në fund fare ata e kanë ditë që Pokrovski, se kështu tha për Bakhmutit, po ta keni parasysh kështu tha, që shiko, e morën atë, e fitoi luftën Rusia. E kanë marrë, nuk ka pas në zhvillim tjetër. Mund ta marrin Pokrovsin, vjet e frontit do të rriqen. Vjet e frontit, rëndësi ka që të ruhet stabiliteti i Ukrainës, të ruhet forca ushtarake, mbështetja perëndimore, uniteti me Europën, vetëm kështu pastaj do të jetë Rusia do ta ketë tepër të vështirë dhe pavarësisht se çfarë thot Putin që po arrin sukses mas suksesi, këto janë sukses me kosto shumë të lartë dhe me një rënje drastike në ekonominë ukrainase, me goditje rreth mbi 20% të kapaciteteve nxjerrëse, kapacitetet përpunuese të naftës, me fillimin e goditjes të flotës hije të tyre. Pra, Ukraina që do të pushtohej për 2 javë, siç u tha, po shkon 4 vjet dhe nuk ka ndërmend të pushtohej. Biem dakord që Donetsk është zona më e fortifikuar sot në mbar botën, por njëkohësisht duhet ndalen pak tek retorika e bërë nga Vladimir Putin për të kuptuar një tjetër anë, zoti Kamberi. Apo shkon Europa në mënyrë jo të vetëdijshme një luftë drejt për drejt me Rusin? Putin thotë dhe e bën këtë deklarat të qartë ditën e sotme në një kohë kur pret që na të tryes paqe të marrë realisht kushtet e tij të plotësuara. Dhe presioni i tij ndaj një Europe e cila duket se nuk është në ditët më të mira me Shtetet e Bashkuara në lidhje me marrëdhëniet mes tyre, por edhe në ditët më të mira ushtarake të saj, me një Europë që duhet ta themi troçë, ka harruar të luftojë dhe vetëm eksperiencë që po merr sot është ndoshta Ukraina, e cila do të guxoja të thoja se po përdoret edhe si autoshkollë për të kuptuar çfarë ndodh realisht në terren në një luftë pas 80 viteve mos eksperiencë. Apo shkojmë realisht drejt këtij konfrontimi? Doja të rikthesha asaj që përmendet pak më parë, momenti për cilën ne po flasim përkon me një situatë ose me një rrethanë disi specifike, kush ka parasysh natyrën e marrëdhënieve transatlantike që kanë kurzuar gjithë historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe stabilitetin dhe rendin ndërkombëtar, paktën që pas vitit 45 dhe për më shumë pas viteve 90, pas rënjes së murit të Berlinit. Pra, marrëdhëniet Amerikë dhe Europë, ose Bashkimi Evropian, po përdorim këtë term, kanë qenë marrëdhënie që kanë kursizuar të gjithë zhvillimet që kanë ndodhur, të paktën të 80 vjet. Ndërkohë në konfliktin më të rëndësishëm ose në konfliktin më sfidues për Bashkimin Evropian që ndodh në kufijtë e saj lindor, sepse Europa u përball edhe me një konflikt mas viteve 90, siç është përbërja e Jugosllavisë, një konflikt i cili ndodhi në kufijtë e saj juglindor dhe për izë vërtetës u desh ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në 2 raste, qoftë në konfliktin e Bosnjës apo edhe në Kosovë nëpërmjet NATO-s, që ato të riktheheshin si thua në formën e situatës post-konflikt dhe të krijonte një lloj stabiliteti të paktën në Ballkan që ende vuan nga historitë e këtij konflikti, ndërsa tani më konflikti që është përfshirë pjesa lindore e Europës, pra në rastin konkret Ukraina, bëhet fjalë për një konflikt ku është përfshirë një aktor, jo një nga aktorët më të rëndësishëm të marrëdhënieve ndërkombëtare, antar i klubit bërthamor, siç është Rusia. Dhe presidenti Putin, po kam theksuar edhe herë tjetër, e njeh shumë mirë, eksperjenca e tij e gjatë për 25 vjetësh në krye të Kremlinit, por edhe informacioni dhe këshilltarët që rrethojnë, e kanë parasysh shumë mirë këtë raport që është dobësuar tashmë dukshëm midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe
për sa i përket Europës. Dhe ky dallim shumë i madh se si e shefin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa zgjidhjen e konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës shërben si një hapësirë shumë e përshtatshme, për janë ujëra shumë të përshtatshme për presidentin Putin që të lundrojë dhe pse jo të fusë tashmë një, do të thoja, arsye më shumë që ky konflikt në mos të zgjatet, po të paktën të kërkojë të zgjidhet siç e kërkon presidenti Putin. Unë doja të theksoj edhe një element tjetër shumë të rëndësishëm, që ajo çfarë bën të vështirë dhe zgjidhjen e këtij konflikti, paktën në këtë moment që ne po flasim, është që po negociohet në mënyrë të shpërndarë. Pra, ne shikojmë një delegacion ukrainas që shkon në Florida, takon sekretarin amerikan shtetit Rubio, pastaj presidenti Zelenski takon presidentin francez Macron, pastaj një i dërguar i presidentit amerikan shkon dhe tashmë ka disa orë që negocion me presidentin Putin, pra ka një lloj asimetrie, do të thoja, në mënyrën se si është ndërtuar gjithë procesi i negocimit, dhe kur palët humbasin, si thotë shpreha, të humbasësh në informacione, po të humbasësh në këtë larmi takimesh të pafundme, një lloj diplomacie lëvizse, po që nuk po prodhon një plan i cili do t'i pëlqejë të gjithëve dhe mbi gjitha do të garantojë ato që është më e qëndrueshme. Spari një armë pushim, dhe pastaj një marrëveshje paqe të qëndrueshme që do të garantonte gjithë ecurinë e marrëdhënieve midis Rusisë dhe Ukrainës, por megjithatë marrëdhënie midis Rusisë dhe Europës. Deklarata e sotme e presidentit Putin, pavarësisht se mund të ketë qenë edhe në rolin e një blofi diplomatik thjesht, jo në kërcënimin real, por gjithsesi kishte të gjitha mesazhet brenda dhe ndoshta po ta përktheje në një gjuhë paksa më të thjeshtuar, ishte unë jam këtu dhe në qoftë se doni që të ndeshim, unë jam gati të ndeshim. Qartë, ndërkohë, për të ndalur sërish bashkë, zoti Shala, Marco Rubio sapo deklaroi në mbledhjen e takimit që pati kabinetit Donald Trump se Ukraina nuk është një luftë e jona. Dhe diçka e tillë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë prej kohësh, Rusia është fëmijë e Europës dhe duhet të jetë Europa e cila duhet të jetë e interesuar në përfundimin e kësaj lufte. Por kur flasim për një Vladimir Putin i cili kërcënon për të disa të herë Europën dhe kur flitet për një përshkallëzim të kësaj lufte, dhe nëse do të kemi pikërisht këtë konfrontim, do të jetë kjo një luftë e Amerikës? Nëse ka thonë kështu, që thonë ju deklaratë e tij, është një lajm i keq për Europën një dhe për Ukrainën dy. Pra, për botën tre. Edhe për botën, normalisht, derisa është për këto është një lajm i keq. Kjo do të thotë që ata janë gati të bëjnë akoma lëshime, vetëm që të domthon lëshime t'i bëjë Ukraina, jo t'i bëjë Amerika, po të bjerë i dakord me kërkesat e presidentit Putin. Lidhur me atë planin 20 pikësh, ka një deklaratë e presidentit Zelenski që thotë që delegacioni amerikan dhe Ukrainës ka rënë dakord. Nga 28 pika u rakorduan dhe mbetën 20 pika, por ai në një deklaratë që ka bërë në Dublin në takim zyrtar që ka patur atje, përmend 3 pika të rëndësishme, për cilët ai përmendin në momentin që delegacioni amerikan shkoi tek president Putin. Cilat janë këto pika? E para, statusi i territoreve. Pra, nuk është rënë dakord për statusin e territorit dhe kjo është një pikë që po negociohet me Putinin ose me delegacionin e tij. E dyta, bëhet fjalë për fondet e ngrira, edhe kjo është interesante që është përfshirë nga pikat e nxehta. Pra, për fondet e ngrira që të përdoren për ndërtimin e Ukrainës, dhe kjo është mjaft e rëndësishme sepse siç duket Rusia ngul kam në çlimin e këtyre fondeve nga Europa ose në mos përfshirjen e tyre në paketën për ndërtimin, pra të përfshihet vetëm pjesa nga Europa, por kjo pjesë mos të përfshihet. Pra, këto ishin këto dy element, por edhe një element i tretë që është shumë i rëndësishëm, garancitë maksimale të sigurisë. Pra, këto janë 3 pikat për cilët besohet se plani 20 pikësh nuk është bërë i ditur. Në fakt, po, presidenti Zelenski i përmendi këto 3 pika, pra që është shumë rëndësishme garancitë të sigurisë. Edhe po ta shohim evolimi ka qenë në hapat pa parë evolimi Ukrainës drejt lëshimeve. Flasim realitetin, nëse në fillim këta i qunin të panegociueshme këto kërkesa, tashmë kanë filluar të quajnë janë kërkesa sensitive. Pra një terminologji tjetër diplomatike, po që do thotë që mund të negociohet. Pra edhe për territorin, edhe për kurse për
për garancitë e sigurisë, ata nuk duan të negociojnë, duan garanci maksimale. Pra, janë gati të lëshojnë territore de facto ato që janë, pjesa tjetër të jetë konfliktin, të jetë zonë e ngrirën e vijat e frontit, pra luftë e ngrirën e vijat e frontit, edhe për garancitë e sigurisë i kërkojnë maksimale. Bile u fol ajo në modelin e nenit 5, pra duke mos qenë antar Plani amerikan e thonte të nënkuptuar, por në fakt kudo që ka vend për interpretim. Plani amerikan nuk e përmend vetëm garanci siguri, nuk jep asnjë lloj sqarimi. Asnjë lloj sqarimi nuk jep plani amerikan, bile pat një tentativë për ta veçuar garancitë e sigurisë, pra amerikanët hodhën një tezë këtë ditë. Megjithatë, ai thotë do të ketë një kundërpërgjigje që lihet evazive për të kuptuar sanksione, lihet evazive për të kuptuar. Nuk jep asnjë ashtu, kurse ideja ishte bile që këtë punë Ukraina ta pranoi planin e paqes edhe marrëveshjen dhe pastaj mund diskutohen garancitë e sigurisë. Europa nguli kam që këto do futen paketë. Domthonë garancitë e sigurisë do të jenë të negociueshme bashkë me planin e paqes, nuk do ketë rrugë tjetër. Dhe prandaj Putin është shumë i acaruar me Europën. Përveç kësaj, unë mendoj që një arsye tjetër acarimi është edhe një deklaratë kundër admiralit, autoritetit më të larta të NATO-s, që thotë që ne do të përgjigjemi luftës hibride dhe po bën përgatitje në Europë. Është një kundërshtim si mënyrë parandaluese. Po, nëse Europa është kërcënuar dhe përndeshet për ditë me sulme hibride, pse Europa mos i bëj sulmet hibride? Mos harrojmë, Rusia është një shtet, Europa është 30 shtete që kanë secila agjencitë veta që i kanë të specializuar për luftë hibride. Nuk është kaq kollaj, kështu që ajo është një acarim shumë, sepse unë pash edhe deklaratën e zëdhënësës, Zarozës, por edhe reagimi sotëm i presidentit Putin. Pra, ai e ndjen, ka filluar ta ndjej kërcënimin që edhe Europa mund të bëj sulme kibernetike, për shembull. Të bësh sulme kibernetike ndaj industrisë ushtarake, ndaj gjithë atyre është i shkakton një dëm i madh. Tjetër mund duke u përgjigjur me të njëjtën monedhë, pra duke bërë akte të sabotazhit, sulmet kibernetike. Në thelb, domethënë idenë e luftës kibernetike është përdorimi i gjithë formave dhe metodave pa shkuar tek armët konvencionale. Dhe kjo është një nga ato pika që ka acaruar shumë, mendoj presidenti Putin, po ai një përfitim tjetër që deshi ta ketë me këtë rast është që domethënë këto kërkesat që Zelenski ka ndryshuar apo t'ia paraqeset sikur ai është nën trusninë e Europës, më shumë nën trusninë e Europës se sa të Amerikës. Dhe këto kërkesa janë kërkesat e Europës, nuk janë kërkesat e Zelenskit. Pra në një farë mënyrë ai po përpiqet edhe të gënjejë edhe opinionin e vet, por edhe derisa e shef që po ecën me metra në fushën e betejës, ai mendon që do të fitojë, por nuk dihet se zhvillimet nëse ai do të tërhiqet nga plani. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar sanksionet ekonomike dhe interesant, ditën që kanë filluar sanksionet, filloi edhe ky plan i Trumpit. Pra Trumpi po jep një mesazh se një herë, dy herë ja hodhi në thojza Putini, por nuk mendoj se mund ta ketë. Më shqetëson shumë kjo deklarata që thatë ju e sekretarit shtetit. Nga një pikë tjetër që desha ta cek është që ky delegacioni, përsëri presidenti Trump i ka dhënë një mesazh një mesazh, domethënë, bashkëpunimi presidentit Putin, duke ngritur nivelin. Delegacioni nuk është në nivel shtetëror, të flasim në nivel qeveritar, sepse ndryshe do ishte Rubio ose kështu, por është këshilltar i njëjtë dhe duke futur edhe një njeriu të familjes. Kush është njeriu i familjes që shkon në këtë takim. Por ky ndoshta mund të jetë edhe me interesat dhe kredon politike që Donald Trump kërkon të marrë nga diçka e tillë. Besoj se do të japë edhe një mesazh që domethënë është shumë një besim. Edhe do të thotë që ti do të shpërblesh në të njëjtën mënyrë. Ne duhet të shkojmë një shkutje shumë të shkurtër për të rikthyer pas pak për të diskutuar ndoshta të gjitha përditësimet e fundit që vinë në kohë reale, prej më shumë se 3 orësh Steve Witkoff ndodhet në bisedime me Vladimir Putin. Do të presim se çfarë do të zbulohet nga plani, por do të diskutojmë gjithashtu edhe kostot e garancive të sigurisë për Ukrainën.
Rikthehemi në program, presim rezultatet e takimit sa i përket planit paqes që po dorëzohet nga Shtetet e Bashkuara në tryezën e Moskës me Witkoff, i cili është takuar me Vladimir Putin. Prej më shumë se 3 orësh nuk ka tashmë asnjë sinjal të përfundimit të takimit, ku duket se negociatat janë intensive. Nuk dihet çfarë përfshin plani me 20 pika i ripërpunuar nga bisedimet e Gjenevës, por edhe ato të Floridës. Megjithatë, një ndër pikat më të rëndësishme mbetet garancitë e sigurisë. Emmanuel Macron telefonoi ditën e djeshme presidentin amerikan Donald Trump, duke thënë se kjo është çështja më kritike e cila duhet t'i ofrohet Kievit për të garantuar se Moska nuk do të rikthehet kësaj lufte e nuk do të hapë sërish konflikte plagë të vjetra në Europën lindore. Por përfshirja e këtyre garancive të sigurisë ka qenë shpeshherë objekt i kritikave të Moskës dhe i paralajmërimeve për treguar vijat e kuqe. Kremlini thotë se nuk mund të pranojë trupa europian, trupat NATO-s, apo qoftë edhe trupa francez, me që është Parisi i cili është ofruar i pari për të dërguar këto trupa në pranit kufive të tyre. Nga ana tjetër, mirëmbajtja e këtyre garancive të sigurisë nëpërmjet fondeve dhe një ushtrie me 900.000 ushtarë që ka Ukraina aktualisht nuk është po ashtu një opsion, pasi Moska kërkon reduktimin e këtyre forcave. Zoti Kamberi, si mund të mbahen këto garanci sigurie? Si mund t'i ofrohen këto garanci sigurie Ukrainës në një element kaq të pakuptueshëm, duke përfshirë faktin se Moska nuk pranon trupa ndërkombëtar dhe duhet thënë, shumica e vendeve as nuk janë gati të shkojnë drejt trupave ndërkombëtar, por edhe me faktin se kush do t'i financojë këto trupa të cilët duhen të ruajnë një kufi që është 1200 kilometra i gjatë? Këmbgulja e Ukrainës për të kërkuar garanci sigurie është më shumë një mësim nga historia. Duhet kemi parasysh që marrëveshja e Budapestit e 3 dhjetorit të vitit 94, që bëri të mundur antarësimin e Ukrainës në Organizatën e Sigurisë dhe Bashkëpunimit Evropian bashkë me Kazakistanin dhe Bielorusisë, në kuptonte dorëzimin e një pjesë të arsenalit bërthamor dhe ruajtjen vetëm e atyre aspekteve, pra atij materiali që përdoret për termocentralet bërthamore. Çarmatimi i Ukrainës në atë marrëveshje, e cila nga një pjesë analiste konsiderohet si shkaku që Ukraina në momente të caktuara u gjende pafuqishme përballë Rusisë, lidhesh me një frazë e cila bëri shumë debat dhe ngjalli shumë zhurmë midis qeverisë atëhershme të presidentit Clinton dhe qeverisë ruse të presidentit Jeltsin. Fraza garancie sigurisë apo sigurie garantuar, për cilën këmbgulte pala Ukrainës, e bëri që vetë presidenti Clinton në atë periudhë të lëvizte disa herë midis Rusisë dhe Ukrainës në mënyrë që të garantonte nëpërmjet marrëveshjes së tij dhe pranisë së tij verbale që nuk kishte asgjë për të shqetësuar. Mirpo siç e treguan pastaj historia dhe ngjarjet e fundit, edhe ajo marrëveshje që u garantua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Franca, Rusia dhe Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimit Evropian tregoi që sulmi i 24 shkurtit 2022 e rrëzoi si tush të gjithë ngrehinën mbi cilën ishte ngritur kjo marrëveshje. Ndërsa përsa i përket asaj që u përmendet pak më parë se si mund të garantohet ose si mund të ofrohet garancia e sigurisë për një shtet aq të madh që është Ukraina, në kufi me një shtet të fuqishëm ushtarakisht dhe fuqi bërthamore, siç është Rusia, kjo nuk është më besoj çështje hipotezash apo dëshirash. Kjo ose do të vendoset në këto bisedime kaq gjata dhe një marrëveshje të qëndrueshme që do të garantohet nga të gjitha palët, sepse në qoftë se do t'i rikthemi dëshirës së një anshme, qoftë Francës, të Anglisë, Gjermanisë apo kujdo tjetër për të garantuar kufijtë e Ukrainës, në qoftë se do t'i rikthehemi këtu një histori nga lufta mbas luftës së parë botërore, ku kufijtë e Polonisë u garantuan nga Britania dhe Franca, dhe sulmi i Gjermanisë ndaj Polonisë shkaktoi futjen në luftë të këtyre dy fuqive dhe më pas edhe një konflikt të dytë botëror. Nuk do të jetë kaq e thjeshtë nëse kemi parasysh ajo çfarë ka ndodhur nga 24 shkurti 2022 dhe deri në momentin që ne po flasim. Gjithsesi, unë besoj që në bizedimet që do të përfundojnë dhe nëse do të ketë një deklarat apo një draft marrëveshje nga këto që do t'i paraqitet palëve, se duhet të theksojmë edhe këtë element tjetër. Takimi që po zhvillohet sot në Moskë, natyrisht çdo draft marrëveshje që do dalë do të ketë nevojë për miratimin e palës ukrainase dhe Bashkimit Evropian. Se ne patëm një plan dhe asnjëra nga palët nuk e pranoi nga 28 shkuan 24, nga 24 shkuan 20. Ne nuk e dim se çfarë do të prodhoj kjo negociat kaq i gjatë mes dy fuqive, përfaqësuesve të dy fuqive kryesore, por garancia që do t'i jepet Ukrainës, unë besoj që do të varet nga një shtet i vetëm. Ukraina do të marrë një garanci që do të burojë nga kjo marrëveshje.
Në të kundërt, nëse nuk do ketë marrëveshje, gjithmonë do të jetë rreziku i tensionit në rajon dhe veçanërisht i konfliktit të drejt për drejt midis dy palëve. Profesor, Europa është përgatitur për qenë pjesë e garancive të sigurisë. Ka rreth 5-6 muaj. A i ka kostot? A i ka kapacitetet? Absolutisht i përballon Europa kapacitetet, do t'i përballojë sepse janë garanci për sigurinë e vetë Evropës. Kështu që është ai koalicioni vullnet mirëve, koalicioni vullnetit të mirë që është krijuar, që duke se u harrua këtë ditë, por është përmendur përsëri për të qenë pjesë për të lidhej me garancitë. Dje, bën kritik ky fakt, sepse në fakt pati një krisje të Keir Starmer, i cili tha, unë nuk mund të paguaj kaq shumë sa ju më kërkoni, kur ishte fjala për murin e dronëve. Dhe ka një krisje mes tyre aleatëve europianë dhe perëndimorë që ka ndodhur her pas here. Kemi pasur mungesë unanimiteti se i përket vjetra çështjeve dhe çfarë do ta bënte këtë një rast të veçantë? Le të ketë mosmarrëveshje, do ketë gjithmonë, nuk është problem. Europa ka të paktën bile anglezët janë më të ishte kryeministri anglez. Ai në kohën kur filloi konflikti, ai që ruset e akuzojnë që mund të isha arritur marrëveshja që në atë kohë, në prill, mund të isha arritur marrëveshja që u diskutuar, por ishte kryeministri anglez, thuhet që i tha atyre se ju mund ta fitoni luftën. Dhe ka akuza direkt për Anglinë në këtë. Kështu që Anglia është direkt e interesuar sepse Anglia duket është një perëndori vetë në rënje dhe e ka rritë autoritetin deri tashmë edhe në Europën Lindore dhe një Putin, një Rusi e forcuar në Europën Lindore i bie në farë mënyrë në një ulje të nivelit edhe të Britanisë. Kur thatë për garancitë e sigurisë, unë them që këto garanci Europa është gati t'i ofrojë. Këto se kush do t'i paguaj? Do t'i paguaj Europa, do t'i paguaj organizata kombash. Mos pranoj Italia, do pranoj. Italia mund të mbulojë diçka tjetër. Pra aty shtetet që kanë më shumë interes do të marrin përsipër pjesën më të rrezikshme. Shtetet që kanë më pak interes, Italia mund të mbulojë diçka tjetër aty në një komponent tjetër, domethënë. Po kam lexuar diku në mes rreshave që po diskutohet edhe një variant garancie sigurie të modelit të Izraelit. Domethënë që ka një marrëveshje sigurie midis mbrojtje dhe sigurie midis Shtetit Bashkuar dhe Izraelit. Dhe nëse cënohet Izraeli, Shtetit Bashkuar ndërhyn. Siç ka ndodhur gjithmonë gjatë gjithë historisë. Edhe nenin 5 me Katarin, që ja ofroi dhe Katarit. Këtë është diskutuar ky variant, po kjo prapë le jashtë Evropën. Kështu që Europa do të gjejë mënyrën për të përfshirë në garancitë e sigurisë. Pastaj, nëse arrihet ngrirja e konfliktit, pra një paqe, kjo do të jetë një arritje shumë e madhe nëse arrihet kjo, dhe në një paqe e ngrirë në vijat e frontit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, do gjendet mekanizmi pastaj për të monitoruar me mjete teknike apo me trupa tjerë për të pas forca monitorimi në vijën kufitare. Por këto mund të jenë të armatosuar lehtë e tjera, ka modele të ndryshme në botë sot, ndërkohë që pastaj forcat e tjera të sigurisë mund të jenë në një territor, në një lartësi rreth 100 kilometra nga vija e frontit. Janë diskutuar shumë variante, janë diskutuar shumë. Kryesorja është të bindet Putin. Unë nuk mendoj se Putin do të bindet, ai do të nxjerrë pretendime të tjera, ai do kërkojë njohjen de jure, pra që Ukraina të pranoj që i ka humbur edhe këto ti shprehë edhe në dokumentacion kushtetues, pra që i ka humbur territoret edhe që e ka marrë ato katër Po, por lëshimi i territorëve kërkon referendum. Zgjidhet ti thotë ai, nëse është pjesë e marrëveshjes, zgjidh ti pastaj se si mënyrë se do bësh referendum, do bësh. Çfarë do nëse populli i Ukrainës nuk pranon? Po, nëse populli nuk do të pranojë, nuk po e diskutojmë, ne po japim hipoteza se çfarë mund ndodh. Pra, kryesorja është të ketë një ngrirje të konfliktit, pra mos vriten as ushtar Ukrainës, as ushtar rus. Ata rusët paguan mirë në fakt që vritën, po din ata sapat e tyre, por këtu bëhet fjalë për ukrainasit. Edhe Ukraina është në një krizë fuqie punëtore për në front. Është një krizë sepse as nuk po e plotson dot planin e rekrutimit, por edhe ndihmat që janë dhënë me pikatore, nuk është se ndihmat edhe fondet nga Europa kanë qenë kështu ose janë dhënë armatimet kryesore të cilat ka pasur nevojë ndoshta me pak vonesë në shkollat e caktuara, ka qenë pak viti vështirë, por fakti që goditen me 500-600 dron kur vinë njëkohësisht dhe rrëzohen rreth 200, do thotë që duhet pavarësisht probabilitetit
tërheqet, ka nevojë për mjete kundërajrore dhe këtë kërkoi edhe presidenti Zelenski jo më larg se sa dje për dje. Pra kërkojnë përsëri të blejnë nga këto që... Unë dua të bëj një pyetje të fundit, se jemi në minutat e fundit dhe dua shumë shkurtimisht të kuptojmë diçka. Kemi një Donald Trump i cili duket sikur në vend të progreset ka bërë regres nga mbajtja e anës për Vladimir Putin, duke thënë sa i kishte kartat në dorë, doli dhe tha më pas se Ukraina mund ta fitojë këtë luftë. E jemi aktualisht në situatën ku thotë se unë dua ta zgjidh këtë konflikt, por është Europa që më shkakton probleme. A do të jetë kjo përpjekja e fundit e Washingtonit për të dhënë fund luftës në Europën lindore? Nuk besoj se është përpjekja e fundit. Kjo është pjesë e një zinxhiri përpjekjesh dhe Shtetet Bashkuara nuk mund të heqin dorë dot. Pavarësisht se Rubio pas ka thënë këtë që nuk është lufta jonë, po Amerika është përfshirë. Merita e Trumpit në këtë rast është se po përpiqet ta nxjerrë Amerikën si mbi palët. Gjë që Bideni ishte palë me Ukrainën. Kurse ky po përpiqet ta nxjerrë mbi palët në mënyrë që të arrijë të ketë sukses në negocimi, por nuk mendoj që mund të tërhiqet. Janë këto, është stili të negociuarit, presioni që i bë palëve, presioni që i bë Europës. Të gjitha këto Trumpi është mjeshtë për këto, se i llogarit si negociata biznesi. Mirë, dua të ndërpres dhe dua të jap në përmbyllje të War Report një lajm të minutës së fundit. NBC News, Shtetet e Bashkuara të Amerikës raporton se Vladimir Putin nuk do të pranojë planin e dërguar ditën e sotme për shkak të 3 pikave kryesore, të cilat u kërkuan të ndërmjetësoheshin nga Europa dhe të kishte ndryshime rrënjësore sa i përket tyre. Putin nuk do të pranojë planin e Trump për shkak të këtyre 3 pikave, ku Rusia kërkon Donbasin e plot dhe dorëzimin e tij në tavolinë dhe jo një ngrirje në vijat aktuale të frontit, për djuar më pas me kufizimin e numrave të forcave të armatosura të Ukrainës. Rusia kërkoi në planin e hartuar nga Shtetet e Bashkuara që ata të shkojnë në 600.000, Europa kërkon një reduktim vetëm me 100.000 prej tyre, duke i lënë ata në 800.000 dhe njohjen e territoreve të pushtuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europa. Duket se kjo njohje nuk i është dhënë në mënyrë de facto apo qoftë edhe de jure Vladimir Putin, duke bërë kështu që Moska, sipas NBC News, duhet të thënë, janë përditësimet të cilat vinë minutën e fundit nga mediat ndryshme amerikane, kanë bërë që Vladimir Putin të mos pranojë këtë plan paqe. Janë përditësimet më të fundit këto të një plani me 28 pika që duhet thënë se u ndryshua fal kërkesave pikërisht të bërë nga europianët. Janë të gjitha këto detajet e fundit me të cilat kemi ardhur në fund të War Report edhe për mbrëmjen e sotme. Zoti Shala, të falenderoj për pranimin në program. Ne e parashikuam këtu që mund të mos e pranojë, kështu që jemi do hyrë Europa për të treguar vjet e saj të kuqe ishte parashikueshme. Zoti Gamberi, ishte kënaqësi t'ju kisha mbrëmjen e sotme në War Report. Kemi mbritur në fund programet edhe për mbrëmjen e sotme. abcnews.al është adresa ku mund të informoheni në kohë reale për gjitha zhvillimet e fundit, ndërkohë mund të na ndiqni edhe në radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Natën e mirë.